na kemi bërë protestë, po domethënë me ndaluat çat ku shkon çaj personi që ka ardhur me moj çat linj. Se për shembull? Po që sa e mon çat linj neve na paralizon punën. Na jem azhat operator që do të më mshel na krejt nëse lejmë ato me punë. Po ai thotë që s'ju kish pengu juve për shkak se ka aplikuar për autostradë. Ai po që ajo është sensa që ai na pengon krejtë. Nuk lejoj më orë më na prish edhe që tras, edhe që pak punë që e kemë më orë dikush më na prish. Tash pse i teke dikuj në ma apliku një vit autostradës. Domethënë krejt trasën tonë e paralizon. Po nuk është se i tekët, ato linjat i ka qit ministria, nuk i ka caktu aj. Po, jo ministria i ka qit. Edhe na mëjnë më apliku mi mora të vija, po ne nuk aplikojmë për kuqë. Pse? As nuk kam i morë, se paralizohet trasa që i kemë. Na jem të shku në Prishtinë, s'ka nevojë më shku tjetër nga. Pse për me caktu jo këtë punë kur shteti ka caktu që edhe për autostradë me pas linjë? Po shteti mas pari do të me na siguru punë neve, tani në qile autostradët ma që. Amo me punu s'kena me lo me punu. Jo to, për shdo që vjen që ato. Që na veç shka mujna me po mushtri paratina i të të nashket. Nëshë s'ka. Po me qëfar të drejte pe menon i ndërum që keni të drejt ju me bo këtë punë me nalë dikan tjetër? Po unë kam drejt me bo protest, sigur çdo kush ka drejt me bo një protest. Po pra po thu që se len me operu edhe kof me ardh dikush tjetër? Absolut, kërkush hiq. Absolut. Na fizibilisht s'kena me prej. Po protest s'kena me bo. Protestat deri thumë, mo kështu s'ka mu i dojt. Amo me bo protest edhe me thonë që se la me punu, jënë dy sene pak të kundërta. Po ka lloj proteste bërë? Të grumbulluar në grup, pronarët dhe antarët e familjes që operojnë me bizneset e autobusëve në Prizren i kanë dalë kundër Ministrisë së Infrastrukturës në licencat e saj për operim të autobusëve nëpërmjet autostradës. Sipas dosjes së prokurorisë, pasi një inspektor nga Prizreni ndaloi autobusin, pronarët e kompanive grushtuan pronarët e autobusit që kishin licencë nga ministria. Për shkak të probleme me sigurim fizike të licencuarit e ministrisë kanë ndaluar operimin. Në gjurmimin ton kemi kontaktuar edhe me të akuzuarin Valmir Gavazaj. Aja ka pranuar në deklarat në prokurori se e ka goditur me grusht një antar të familjes Mustafa nga Ferizaj. Por Valmiri, kur u kontaktua nga ne, tha se janë shtyr brenda autobusit dhe nuk e ka goditur askënd. Na di, na kemi dhonë verdiktin tonë për në prokurori, në gjykat, i kemi dhonë ata faqësit tona që kemi pas. Na jemi konë bita vëtë veta, atë nuk jemi konë veç na, po unë e këmë kry ata në gjykat, në pas temas. Shka fulim ati për këtë temë, apo kuta. A e keni sulmu ju? Po na e kemi sulmu edhe kemi pranu faqësin, shka kemi thonë gjykat. Po se unë për e shoh që ti në deklarate pas ke thonë që e ke rok me grusht. Ja, jemi shtyne me zvetina, nuk e këmë deklarat, jemi shtyne. Po veç që këtu po thët në deklaratën i pandehuri Valmir Gavazaj, veç ta lexoj që apo dhët, në atë moment kam hyrë unë dhe e kam goditur këtë person me grusht. Jemi shtyne me zveti, jemi shtyne vla, se kemi rrugë. Ju po thuni aty një kon të 10 vetë. A keni dal ju me pengu ato mos me lanë me operu, a për çka keni dal aty? 10 vetë. Për çka? Por tashti e din ata për çka, apo kupton? Në 10 vetë kemi dalë që aty. 10 vetë jemi konë, se s'u kon puna vetëm te Valmiri ose ti dikush tjetër, apo kupton? Okej. 10 vetë jem konë aty. Aty unë desh me marr 18 vetë, po tash ti nuk e di unë çka u bë aty. Ndërsa Meriton Gavaza i thotë se nuk e dim pse është në akt akuzë. Ai aty ka qenë sikur edhe mbi 50 persona të tjerë dhe nuk e ka sulmuar askënd. Unë veç komunimi nda, komunimi së bo ma madhe, më dhe nuk është që ka edhe kumpas në sen i involvu, në kemi darë me protestu në njërë parsore, po tani aty s'ka lejt situata pi plate, jo veç pi neve familjes tonë. Që aty nuk u konë veç familja jo, nuk konë për edhe transportus me familjar. Tjetër ko që njëse na e hangrëm të qështje, ma hone i që asë s'kom pas bëjmë me ka, si më ko i qizit që pa që i përshim, që më ko pi punës që ashtot. Sulmi kishte ndodhur në prezencën e inspektorit komunal të komunikacionit në Prizren. Në cilësinë e dëshmitarit, ai ka treguar para policisë e prokurorisë qysh ka ndodhur ngjarja. Ne kemi tentuar ta marrim një deklarat nga inspektori, por zyrtari i komunikimit me publikun në komunën e Prizrenit, Ymer Berisha, tha se duhet i referohemi vetëm deklaratës së inspektorit në organet e rendit.
Avokati i kompanisë nga Ferizaj ka ankesa edhe në trajtimin e rastit nga organet e rendit dhe gjykata e Prizrenit, e cila ende nuk ka caktuar seancë për shqyrtimin e rastit. Çka ka ndodhur me aktakuzën që është bë? Tashti pritet me fillu shqyrtimi gjyqësor, deri me tani nuk kemi ndaj kërkesë, e kena njoftu prokurin dhe gjykatën që ne përfaqësojmë palën e dëmtuar, por deri me tani nuk kemi ndaj caktim të shqyrtimit gjyqësor. Pse është vanu kaq shumë me 2706 ka ngrit aktakuzat viti 2024? Sikur që drejtësia tek është bë punën e vet dhe duke patur parasysh se kemë boj me lëndime e qartë që kemë boj me lëndime të lehta, po në grup të organizuar me dëme edhe të mëdha materiale është dashur minimalisht të caktohet nga 1 muaj deri në 3 muaj para burgim dhe ne besojmë shumë që s'do ta kish përsërit asnjërin nga ta. Vetëm për të ju rikujtuar shikues të nderuar, 2 autostradat e Kosovës nuk shërbejnë për linjat të shërbimit të transportit ndërurban, sepse kompanitë nuk hyjnë autostrada, por rrugëve të vjetra. Kjo bën më të gjatë rrugën e udhëtarëve drejt Prishtinës dhe Anasjelltas. Në Ministrinë e Infrastrukturës për problemin e kompanisë nga Ferizaj nuk premtojnë zgjidhje. Ata premtojnë zgjidhje dhe krijim të linjave në autostradat e Kosovës. Ne do të bëjmë një analizë mirëfillt edhe me mendimin e mekanizmave të tjerë, domethënë instrumente të tjera që kemi në këtë rast me ambasadën zvicerane, po kemi pas mbështetje edhe domethënë kemi kërkesë edhe tek Banka Botërore që ta bëjmë një analizë mirëfillt të rrjetit ekzistues dhe infrastrukturës rrugore dhe kërkesat e qytetarëve që linjat të jenë në funksion sa më të mirë për lëvizjen e qytetarëve që shfrytëzojnë transportin publik dhe domethënë plani i mobilitetit, kuptimin të jetë i qëndrueshëm, të jetë i ndërlidhur me rrjetin komunal, sepse sipas legjislacionit domethënë rrjeti komunal i komunave gjetëse duhet të jetë në harmoni me rrjetin tonë qendror, që të jetë i gërshetuar dhe të jetë në funksion të lëvizjes dhe të mundësisë së lidhjes ndërmjet linjave komunale edhe nivelit, domethënë rrjetet linjave ndërurbane, që qytetarët të shfrytëzojnë linjat dhe të tash jemi duke shkuar nga aspekti i digitalizimit dhe kemi pas edhe promovim domethënë çështjen e lidhjes biletave që me bazë unifikimin e biletave edhe në nivelin qendror, edhe në nivelin domethënë rrjetet linja ndërurbane me ato komunale dhe të jetë një transport i integruar.